Katër vëllezër nga Kosova janë bërë tashmë të famshëm në Shtetet e Bashkuara me 10 restorantet e tyre të quajtura Famous Familia Pizzeria. Ditët e fundit vëllezërit Kolaj organizuan pranë sheshit Times Square të New Yorkut një konkurs për ngrënien e picave si pjesë e një fushate kjo promovimi për biznesin e tyre. Vëllezërit të cilët erdhën këtu në Shtetet e Bashkuara në vitet 70 e ngritën biznesin e tyre nga hiçi dhe tani janë duke zgjeruar vazhdimisht atë. Kolegu ynë Ilir Ekonomi ishte në Times Square kur u bë promovimi, si dhe në njërën nga pizzeritë e tyre në Broadway. Pizza! Pizza! Say eat that pizza! Eat that pizza! Yes, y'all! I got one more for you! Naty jemi në vendin më të famshëm të New Yorkut, që promovohet pizza më e famshme në New Yorkut. Është pikërisht familja Pizza e vëllezërve Kolaj. Në prani të qindra njerëzve të mbledhur në Broadway, Famous Familia Pizzeria organizon garën tradicionale të ngrënies së pizzës. Promovimet të tilla në Broadway janë të kushtueshme dhe bëhen vetëm nga bizneset të njohura. Sot fituesi do të marrë një shpërblim prej $14,000. Atmosfera plot zhurmë të rreq vëmendjen e turistëve që kalojnë në sheshin Times Square. Pikërisht këtu ku sot vëllezërit Kolaj promovojnë picën e famshme, është vendi ku ndodh ngjarja e madhe në ndrimin e viteve, lëshimi i topit gjigant që simbolizon ardhjën e vitit të ri. Ky është një restorant tipik Famous Familia, një nga 10 restorantet e këtij lloji të shpërndarë në të gjithë Amerikën, si dhe në Europë dhe Azi. Mirdita, si jeni? Paulin Kolaj, njëri nga 4 vëllezërit, na tregon sekretin se pse kjo pizzeri është bërë kaq e famshme. Kualiteti është shumë i mirë, pastaj edhe shërbimi, kemi partnera e punëtor shumë të fortë, të mirë, e kuptojnë mirë pritjen e musafirit. Aja është një gjë se na si shqiptarë kemi si zakon, e këtu edhe për biznes na ndihmon. Si shqiptarë atë kemi zakon, më punua bashkë, më punua me një qëllim, edhe deri në fund, sa të mund. Vëllezërit Kolaj duan që emri i restorantit të tyre të përhapet në të gjithë botën. Kemi filluar edhe me franchise-in, të zhvon edhe në Kinë, në Meksiko, po këshirim edhe jashtë Amerike me hap këtë emë. Kualiteti i pizzarisë tonë është e njoftër në për aeroporte e gjitha pikat edhe në Kinë. Po këshirim edhe në Kosovë, në Shqipëri, në Ballkan, mujshë me gjetë shka me hap aty dhe mja fillue. Paulini thotë se biznesi tyre nuk është ndikuar shumë nga kriza financiare. Krizë ka në Amerikë, po shqyr kreditin e kemi të mirë me banka, investimet e kemi bën kadal me kohë, sot për sot rreziqi për ne është shumë i vogël. Po mendoj se për kohë të shkurt ekonomia rritet edhe gjendja bëhet shumë më mirë. Në këtë restorant, shumica e punëtorëve janë shqiptarë. E Shqipërisë këtu. Janë Shqipërisë. From San Jose, California, with 45 slices of Famous Familia Pizza, Joey Chestnut! Në Broadway, gara raskapitse për ngrënien e pizzave ka përfunduar. Fituesi është Joey Chestnut nga Kalifornia, i cili ka ngrënë 45 copë pizza dhe meriton shpërblimin e dhënë nga familja Kolaj. Të 4 vëllezërit gëzojnë bashkë me fituesit. Nga mesi i turmës, nëna e tyre Roza shikon me admirim fëmijët e saj. Është një histori suksesi këtu në Times Square. Për zërin e Amerikës, Ilir Ekonomi, New York. Oh my goodness.